mjaftueshme për Republikën e Kosovës. Buxheti jon, ato 10 milion euro të zgjedhjeve mund t'i dedikojnë në çdo sferë të jetës, sepse çdo celulë e jetës ka nevojë për investime sa më të shumta. Kështu që në këtë drejtim mendoj që dhe partitë opozitare duhet të reflektojnë e ta kuptojnë qartë edhe mesazhin e qytetarëve. Ata kanë dhënë verdiktin final. Cili është faji i qytetarëve, cilë kanë dalë 4 herë në zgjedhje, 2 herë në zgjedhjet nacionale dhe 2 herë në zgjedhjet lokale në disa komuna. Cili është faji tyre? Ata kanë kryer obligimin e tyre si qytetarë të Republikës. Tani në Republikën Parlamentare na takon neve si parti politike që të punojmë të parafrojmë procesin dhe ta kalojmë këtë blokadë, sepse kjo blokadë nuk është vetëm pengesë për jetën e përditshme politike në vend. Kjo blokadë është edhe pengesë për aspiratat e Republikës Kosovës në një kohë me shumë trazira të gjeopolitikës. Ju dini shumë mirë që ne po ashtu kemi një numër të madh të importit, e që respektivisht çdo trazir, sikur ajo që kishim në Ukrainë në fillim të luftës, në post-pandemi, tani sfidat